A të shto dëshira për të bërë pjesë të televizionit, jo si biznesmene, po si pjesëmarrës në emisione të ndryshme, Big Brother V për shembull? Ja. Jo, nuk do të bëhesh pjesë e Big Brother? Pse? Sepse aty duhet të më ndryshu komplet tipin tem. Kush tha? Se di, se kam provu. Kush e tha? Më thoni me provu, Unë mendoj që ti do të ishe shumë interesante aty. Një zonjë, gjyshe, e bukur, rëzëllise, me humor, shkodrane mbi të gjitha, dhe shkodranët kryesisht në Big kanë qenë të suksesshëm. Do më thonë që përfaqëson këtë gjën që zonja që janë në moshën tënde nuk e përfaqësojnë. Unë mendoj që aty mund të ishte interesante, pra imagjino në Big Brother me një lori kafe në dorë, që ti zgjosh dhe thua, mirëmëngjes banor, si keni një sot? Nadia mirë. A keni një mirë? Do me thonë, mi mbyll edhe herë lokalet, Ose, mi mbrëma Ledion, si ke një sot, e kupton, pra mund të ishte... Unë personalisht mendoj që mund të ishte interesante, aty nuk e di pastaj. Po e pyesim Ledionin se ai ndoshta është larg pam, se e shef këtë, si thu? Nuk e di. Po e pyesim Big Brother Ledionin. Pesa vjen së shpejti. Po, mund të ishte shumë interesante.